Fejton, cili është dëmi më i madh që është bërë vendit, po edhe rinisë gjatë këtyre muajve, me këtë blokadë politike? Paj, definitivisht ta nuk kemi ecë përpara, shteti veç prej shpalljes pavarësisë së tutje ka pas qëllimet e caktuara dhe një prej qëllimeve kryesore është edhe rruga drejt Bashkimit Evropian. Ti si shtet je ende nën sanksione, megjithëse kanë fillu në raportin e progresit është përmend edhe fillimi i heqjes së atyre sanksioneve. Mirë po, shumë procese janë dalë në edhe ritmi që ka qenë drejt kësaj rrugë, drejt antarësimit në Bashkimin Evropian është ndalë. Edhe që ky për mua është dëmi më i madh që është bo nga kjo blokadë institucionale, për shkak se na po e shohim çdo ditë që politika rajonale dhe botërore po ndryshon. Kemi konfiguracione të reja geopolitike çdo ditë, kemi lider pa parashikueshëm në botë edhe definitivisht koha nuk na pret. Çdo kohë pa institucione, çdo minutë pa institucione është kohë e humbur. Çdo minutë që Kosova nuk punon në çat drejtim është minutë i humbur, edhe po pritet veç më e keqja për shkak të krejt këtyre rrethonave në të cilën bota gjendet sot. Definitivisht e rinia, sidomos prej këtij qëllimi caktuar, thash prej shpalljes pavarësisë së tutje, rinia humbet më shumë për shkak se Kosova hapet ndaj gjithë rajonin, gjithë kontinentit edhe më tutje. Merr garanca sigurie, merr garanca ekonomike, merr mbështetje të ndryshme nga gjithë vendet europiane. Dhe unë mendoj që ky është një prej problematikave edhe dëmeve më të mëdha që ju kanë shkaktuar Kosovës. Sidomos edhe trive, për shkak se përfitimi prej saj sidomos të rit munden me pas më shumë.